liderëve politik, një farë lloj vule, kësaj që po tham ja kanë ndodhur zgjedhjet lokale, pra nuk ka pas ndryshime shumë drastike as aty. Pse ato i kemi diskutuar që nuk votoi njëjtë si nivel nacional lokal, po prapë ka qenë një lloj matje pak për me gjetë qatë shkaktarin ose se të themi fajturin e blokadës. Pra jemi në një fazë kur ndryshimin unë megjithatë mendoj që e ban Mërgata. Dhe kur flasim për Mërgatën, gjitha analizat na thojnë që nuk ulet vota e VV-s, po ngritet vota e VV-s. Sepse Mërgata megjithatë edhe në të kaluamën, po edhe sot, po vrejmë edhe entuziazmin e për se veç kanë filluar me ardh, që një pjesë e madhe mund ta votojnë VV-n. Një argument shtesë për këtë, që ndoshta metëm edhe pa e thonë herën e kaluar, është edhe fakti që subjekte tjera politike përveç vetëvendosis, pe neve ndrejtëm ranë si zora në prëshmës me leju 28 dhjetorin, veç punën e Mërgatës për mos me arën që të ko me votu, për një farë autogulli ja dhanë vetë këto subjektet politike vetës me diasporën, edhe ata votu si këshin qenë entuziasm me votu një farë mënyrë, kështë i kanë zhgenu, sepse sigur këta e kanë ditë që qytetarët vinë për vitri, për festa. Pse u desh gjitha e luft mu bon të presidenti janë publik jo 28 dhjetori. Jo 28 dhjetori, tash jo Mërgata na voton neve. Pra, sigur e kanë pranu që votën e diasporës nuk e kanë me shumicë, respektivisht kanë me pas me partitë. Ti thu që faktori krucial kësaj radhe është Mërgata? S'ka tjetër asnjë alternativë, sepse blokadën po e përsëris edhe një herë, krejt kanë me gjitha subjekte i faturohet. Nuk shpëton asnjë nga ajo. Pra, një pjesë e qytetarëve që janë të pakënaqur mund mos dalin me votu. Por kompenzimi saj bëhet nga Mërgata për menimin tim dhe ajo me shumicë mund të shkojë për vetëvendosin. Prandaj për mua gjithmonë vetëm metet konstelacioni VV-ja se mund të mrin 52-3 deputet që mund të ketë mundësinë me bë minoritetin jo serb. Nëse metet në ato ku ka qenë të poshtë, unë madje edhe mund ta shoh një qeveri të opozitës. Po, mund ta shoh, por sa jetë gjatë edhe sa produktive tjetë ajo, mbetet mu po. Ajo mbetet çështje tjetër, sepse ato do tjetë një mishmash i subjekteve politike të cilën e kemi provu. Prandaj, unë nuk shoh, sikur që Allahu nuk shoh shumë ndryshime, po për dallim për Allahut, megjithatë unë shoh një ngritje të VV-s fal diasporës. Rama, kush ka bërë diferencë nga liderët deri më tani në komunikim me sipër me qytetarët? Është një fushat atipike, është diçka më ndryshe se herëve të kaluara, është situatë që sjell zgjedhje pas zgjedhjeve për një periudhë shumë shkurtër kohore, natyrisht është diçka që nuk e kemi përjetuar më herët, por liderët përsëri kanë qenë në front line, por kësaj radhe sikur nga këndvështrimi im, edhe besoj i opinionit publik është sikur më të tërhequr, jo shumë sulmues me një farë forme. Kush ka bërë diferencë kësaj radhe? Fushata elektorale për herë parë në historinë e zhvillimit të zgjedhjeve në Kosovë po ndodh krejtësisht procedurale. Unë kështu e shoh, është vetëm kalimi i ditëve, takimi me elektoratin, sepse unë besoj që elektorati është pothuajse tërësisht i vendosur se kë ka me votu me datën 28 dhjetor. Mos përfshirja në aktivitete kushtrim, mos përfshirja në debat, ose mos pjesëmarrja në këto zhvillimet e përditshme të partive politike, nuk do të thotë që qytetarët s'janë të interesuar se çka po ndodh me fushatën, çka po ndodh me zhvillimet dhe çka po ndodh me prezantimin e programeve. Do të kuptoni këtë me datën 28 dhjetor kur shifra prej gati 1 milion e tekalon, domethënë pjesëmarrjen në zgjedhje, sepse kishim 970.000 me 9 shkurt, dhe unë pres që kjo tjetë aty ose të kaloj, sepse këto janë pritjet, dhe kjo dëshmon këto që po e them që pavarësisht mos përfshirjes direkte që ka shumë arsye që do t'i jap, qytetarët në fund e kanë të qartë se kë du të votojnë dhe e kanë të orientuar në votën e tyre. Pra, këto një javë që kanë mbet dhe një javë që sa po lëm pas në kushtin esencë kanë bin dikës të diçka të ndryshoj. Pse po mojmë debat fitan, se e din qytetarët. Me thon këto që thashun çtash, që s'ndryshon kur gjë. Edhe ky është debat, Po mojmë debat po shkojmë po. Jo, po na mund debat mojmë. Jo pse mendoj se përcaktohet si pjesë. Debat mojmë, nëse unë kisha thonë çto, ti tash ke reaguar. Gjithmonë do të 15% e votuesve para fushatës janë pa përcaktuar. Çta bëjnë atë diferencë? Para fushatës në një palë zgjedhje ku janë normale. Normale çatu na çoj. Se cilat zgjedhje po çito zgjedhje s'di
Drejtoria janë para përcaktuar. Jeni ul nga